ndikuar kjo në atë rezultatin preliminar dhe në përgjithësi në rrezikimin e integritetit procesit zgjedhor? Besoj që kjo e dyta është tema cila na preokupon më tepër, se sa brenda për brenda 4 subjekteve shqiptare, megjithatë nuk ka pas deri tash ndonjë ndryshim që rrezikohet ndaj kandidati i cili është zgjedh pra me votat preliminare deputet dhe po i rrezikohet tash me rinumërim. Ka minus plus votash, i cejke disa prej tyre, por integriteti i procesit për mua shumë i rëndësishëm, sepse fundit ne jemi, si tham, jemi ndi krenar dhe venet e rajonit nga kanë marrë si shembull të mirë për organizim zgjedhjeve. Dhe unë e quaj ende që zgjedhjet kanë qenë të rregullta, unë e quaj ende që procesi është në rregull. Kjo hajni e disa grupacione është pak më e padëmshme se hajnia jashtme apo si i bie? Tek hajnia jashtme kemi tani legjitimitet të procesit, kemi mosnjohje të rezultatit nga subjekte politike. Tani është problem tjetër, pra kur nuk njihet rezultati i zgjedhjeve nga subjekte politike, atëherë din me shku krejt lamsha ajo legislaturë, sepse ka protesta në mënyrë të vazhdueshme, është një lloj narracionin publik që kjo qeveri ose ky pushtet është me vota vjedhura dhe këto nuk munden me thosë subjektet politike, sepse rezultati i zgjedhjeve është bardhëzi sa i përket subjekteve politike, është i pastërt. Hajnic që ka ndodhur brenda subjekteve, pra mrena grupeve të caktuara, mrena një subjekti, shqyqyr që ka ndonë pak kësaj radhe, sepse ky pas ka qenë pradhen të kalumen, nështë ajo në mosa tash, sepse tash po dalin zera, që me gjithat ka pak, ma dje ka një deputet i PDK-s i cili është i zgjedhur, ku gjë normalizoj këtë farë pune dhe relativizoj që sikur tonë e dinta që ka pas hajni brenda subjekteve. Një anën e qmova sepse po e thot dikush që realisht ju ka nështru procesit zgjedhor, po në tjetër anë më do ke rënd sepse po flet për një vepër penale. Prekja e votës, pra deformimi i rezultatit është vepër penale dhe nuk relativizohet një vepër penale. Prandaj unë për fillim mund të them që shqyr që dul ky telash dhe në të ardhmen procesit zgjedhor ka me shku edhe ma tepër duke qenë edhe ma i besueshëm edhe si të tham i drejt që njerëzit me guxu me hyn garë, sepse në kohë të sodit nuk është